Në vitet e fundit, 5 fakultetet publike të edukimit në Kosovë kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të përmirësuar cilësinë e trajnimit të mësimdhënësve dhe edukimin në fëmijërinë e hershme. Një nga arritjet më të rëndësishme ka qenë ristrukturimi i procesit të praktikës pedagogjike i zhvilluar nga secili fakultet. Në kuadër të projektit TEK me Fakultetin e Edukimit këtu në Universitetin e Prishtinës, jemi bërë bashkë në gjitha universitetet publike në Republikën e Kosovës për me realizu një program që është pak më ndryshe. Në kuadër të këtij programi kemi realizuar praktikën pedagogjike, që është një risi për studentët e edukimit në fëmijërinë e hershme. Paralelisht me ta kemi ndërtuar manualin e ri të praktikës pedagogjike dhe kornizën e re të praktikës pedagogjike me qëllimin që me ofru tek student një përvojë unike praktike brenda institucioneve dhe kushteve, kështu duke ndërtuar standardin e ri të edukimit të hershëm që të vinë në Kosovë. Ky transformim u jep fuqi edukatorëve të ardhshëm përmes përvojave të drejtpërdrejta dhe domethënëse gjatë studimeve të tyre. Më shumë se 160 edukatorë mentor janë trajnuar tashmë për zbatimin e modelit të ri të praktikës pedagogjike. Ristrukturimi i procesit praktikës pedagogjike ka siguruar qëndrueshmëri, duke fuqizuar edukatorët e ardhshëm me përvoja praktike dhe domethënëse. Për të mbështetur këtë reformë, janë pajisur 5 qendra didaktike brenda fakulteteve publike të edukimit. Këto qendra shërbejnë si hapësira inovacioni ku profesorët dhe studentët kanë qasje në mjete moderne mësimdhënie dhe bashkëpunojnë në të nxënit përmes praktikës. Më shumë se 30 profesorë universitar janë angazhuar në aktivitetet e bazuara praktike. 100 studentë dhe sapo të diplomuar kanë marrë pjesë në angazhim praktik në institucione parashkollore publike dhe private. Përmes përpjekjes kolektive tashmë kemi kornizën e rishikuar dhe përmirësuar të praktikës pedagogjike, një manual të ri, si dhe një sistem të fuqishëm për monitorim dhe mentorim. Po ashtu, në kuadër të programit kemi pasur edhe disa aktivitete në të cilat janë përfshirë më shumë se 30 profesorë nga 5 universitetet publike të Kosovës. Dhe në të njëjtën kohë janë realizuar disa aktivitete, ndoshta mbi 30 aktivitete jashtë kurrikulare që bëjmë bashkë sistemin e edukimit të hershëm në praktik me sistemin akademik të edukimit të hershëm, por edhe duke bashku kështu të gjitha palët e interesit në edukimin e fëmijëve të hershëm. Pra, me krejt këtë projekt, Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës bashkë me fakultetet e edukimit të tjera ka tentuar që me ofru një shërbim të ri, një standard të ri në edukimin e hershëm në Kosovë. Përmes partneritetit, inovacionit dhe të nxënit praktik, Karitasi Zvicran bashkë me fakultetet publike të edukimit në Kosovë kemi përgatitur brezin e ardhshëm të edukatorëve.